A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamun ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamd, falënderimi takon Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave, si dhe gjykuesit suprem i ditës së gjykimit. Salavat dhe selam qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokët e tij besnik, si dhe mbar besimtarëve dhe besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum shikues të nderuar, sot me lejen e Allahut do flasim për vlerën e gruas në shoqërinë muslimane. Së pari uroj që Allahu të na lehtësoj agjërimin e këtij muaji dhe të na pranoj veprat e mira. Pra nëse ne shikojmë se si ishte vlera e gruas në shoqërinë muslimane në kohën para Islamit, do shohim se ajo jo vetëm që nuk konsiderohej gjëja më me vlerë në shoqërinë jetësore, por ajo shtypej aq shumë sa që sa po lindin femrat, ato menjëherë mbyteshin. Në një familje ku lindte vajzë, prindrit ndiheshin të turpruar, të përullur. Pra kaq vlerë kishte femra në atë kohë. Kemi rast në Omerit radiallahu anhu, ku ai vetë tregonte se e kishte mbytur vajzën e tij. Tregonte se kur ja hodhi dheun e parë, ajo fshinte plurin e Omerit nga mjekra e tij, mirëpo ai nuk ndaloi derisa mbuloi të tërën. Kemi edhe ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu na tregon për vlerën e gruas në kohën para shpalljes. Dhe kur ndonjërit prej njerëzve në atë kohë merrnin lajm se lindi vajzë, fytyra ju nxehte dhe ju mbushte trupi me mjerim. Mirëpo dihet se këtë veprim e ka bërë para se ta pranoj Islamin. Dhe vetë Omeri radiallahu anhu e kishte treguar këngjarje në një tubim me sahabët, ku të gjithë ata tregonin gabimet e tyre para se ta pranonin fenë islame. Dhe pasi e tregoi Omeri këtë, ai u nevrikos me vetveten, duke thënë se çfarë ignoranti pas kam qenë para shpalljes. Mirëpo ne e dim se Allahu është mëkatfalës dhe mëshirëplot. Pastaj ato femra që nuk mbyteshin sa ishin të vogla, ato pas një kohe shiteshin dhe bëheshin malltregtie. Mirëpo pasi Allahu e dërgoi Muhamedin alayhis salam në fenë e drejtë, ai i ftoi njerëzit në besimin të vërtetë. Ai dha femrës vlerë shumë dhe e ngriti atë shumë lart. Ai dha femrës vlerë shumë dhe ngriti atë shumë lart, sa që edhe pejgamberi alayhis salam thot, xheneti është në këmbët e nënës. Kemi rast konkret ku Allahu në librin e tij të shenjtë zbriti kaptin të tërë me emrin kaptina e gruas, ose përndryshe surja e Nisa. Pas surës Nisa kemi edhe surën tjetër që quhet surja Merjem, e që pa dyshim edhe ajo është grua. Dhe këtu tregon vlerën që Allahu ja dha gruas. Ajo, Merjemja, edhe pse nuk ishte dërguar e Allahut, prap emri dhe rëndësia e saj ishte shumë e madhe, sa që edhe emri i surës u bë sipas emrit të saj. Po ashtu Allahu flet për gratë edhe në ajetet ku është bë obligim mbulesa për to. O profet, thuaj grave tuaj të lëshojnë mbulesat rreth kokës së tyre dhe të trupit të tyre. Pra ajeti nuk obligon vetëm të mbulohemi, por me këtë kuptojmë se ajo duhet të mbrohet nga tëpshmja dhe të ngritet me moralin e saj. Mësoj ta mbroj moralin e saj e me këtë të qëndroj në shtëpi në mënyrë që të jetë sa më besnike dhe sa më grua e ndershme. Po jo edhe të bëhet robresh dhe të qëndroj në shtëpi sikur skllave, por të ketë të drejta që ja ka dhënë Allahu. Pra femra para Islamit shiteshin si malltregtie. E pasi erdhi Islami, asaj i dha edhe leje trashëgimie, ishte e lirë që të zgjedh fatin e saj, të zgjedh shoqërinë e saj, mos të rri e vetmuar, por të jetë pjesë aktive e shoqërisë. Shihet shumë qartë se gruaja pas Islamit kishte rolin vendimtar, ajo ishte tashmë në gjërat kyçe të jetës normale. Pra kur është vajzë, ajo bëhet shkak për hyrjen në xhenet të prindërve të saj. Kur martohet, ajo plotson imanin e bashkëshortit të saj, dhe kur bëhet nën, xheneti është në këmbët e nënës. Nëse ajo edukoi një familje në Islam, mësoi fëmijët e saj për Allahun, për frikën ndaj tij, pasimin e të dërguarit ton dhe sjelljet e mira ndaj saj. Pra popullin, të ndalemi ne duke menduar se gruaja është skllav, sepse ajo mban një mbulesë
një gjë të shenjtë. Të ndalemi duke menduar se Islami është fe e dhunës, sepse nuk është e vërtetë. Islami është fe e paqes, promovon paqësi dhe mirësi. Tani të ndalemi dhe ta mendojmë mirë vlerën e gruas në Islam. Se çfarë vlere ka ajo, se është e ngritur ajo, pra është tylla e shtëpisë. Ne prej këtij vendi i falenderoj motra dhe nënat tona në kontributin dhe mundin që ato japin gjatë përgatitjeve të iftarit dhe syfyreve, sepse ato edhe pse agjërojnë nuk lodhen së përgatituri për anëtarët tjerë të shtëpisë. Allahu i shpërbleft ato me xhenetin Firdaus, e neve na pranoft agjërimin e këtij muaji të Ramazanit. Allahu më fal për lëshimet e mia gjatë kësaj ligjërate. Selamu alejkum.